Ja situata e luftës në Ukrainë. Kur ja nisi lufta në Ukrainë, se Rusia sulmoi Ukrainën, kam pas thonë se kjo luftë nuk është e lehtë dhe do të zgjas shumë vite. Mbasi ky sulm ka një domethënie shumë të madhe. Por arritja e përfundimit të kësaj lufte do të shkon ndoshta më shumë se edhe 20 vite. Por rreziku i madh është që ndoshta edhe territori i atij vendit të Ukrainës do të jetë me një rrezik që edhe ndoshta do të eliminohet komplet ai territor dhe do të spastrohet nga ana e Rusisë. Kjo deklarata ime ishte në kohën sa po u lajmëroi që lufta do të nisë. Unë kam pas thonë se është me kapacitete shumë të zgjatura për me një interes të pakontrolluar si përfundimisht. Mirë po, rreziku që tash më vonë do të vjenë, do t'jetë edhe më i pakontrolluar. Do të ndodhë edhe një ngjarje tjetër që kjo ngjarje hala nuk ka ardhur në rezultatin e saj përfundimisht, por do të kemi në drejtim të lindjes një shpërthim që ky do të jetë ndoshta marramendës. Kjo kohë nuk ka ardhur momentalisht hala. Ky shpërthim do të jetë sa i rrezikshëm, por gjithashtu dhe shumë i hidhur. Kjo do të ndodhë në drejtim të lindjes. Territori i këtij shpërthimit që do të jetë marramendës dhe i papritur është në orientimin e Ukrainë, Rumani, ndoshta diku aty qendrën e ka Moldavia ose në pikën e Çekoslovakisë. Por do të kemi një moment që kjo do të ndodhë shpërthim i rrezikshëm, ndoshta edhe marramendës, po ka një orientim shumë të keq, sa të hidhur, po dhe jo me pasoja të lehta. Shpërthimi do të jetë shumë i madh dhe do të kemi një dritë shumë të fuqishme që rezultatet nuk dihen se sa shkatrim do të jetë mbas atij shpërthimi. Por edhe këtë e kam deklaruar nga ana ime edhe kam thënë para një vjet e gjysë, kështu ndoshta. Ne ndoshta nuk do të dëshirojmë këtë, po momentet janë ardhur shumë të hidhura, të ngushta dhe se sa do të jetë ky shpërthim i pallogaritshëm hala nuk dihet, por që do të ndodhë, kjo do të arrihet. Ky lajm është qaq i hidhur, po dhe i padëshirueshëm nëse do të ndodhë kjo. Ama kemi shumë mundësi që të përfshihemi të gjithë në këtë situatë që ka pasoja shumë
të pa kontrolluara. Me respekt nga ana ime.